E pse Monika Sarë që fletë për vlohën të kap një farë lloj emocioni? Normal. Qa ka diçka që... Se më ka marrë malli normal, jem bo 5 vjetë se këm pa. Edhe qëto telefona për na mashtrojnë ma shumë, se ndryshe flet njëri kur je me ta. Së kohën valaj ditë hiq, po na pret neve me shku. Na s'po mujna mu bo krejt bashkë, se po ndodhin dhe sprova, jo babi, jo pësmuën, jo nana e taj komën, jo babi që tash po djetë ma e ka qatë farfazën, me qu, qysh me qu, unë qysh me leon qikën vetë në shkollë, apo kuptan, Amerikë, nuk është me shku, këtu e në shku. Do të thëtë në situatën e babit, mbështetja kryesore e familjes jeni ju? Jam. Jam, shqyr që jam, edhe pse normal që lodhna, e jom lodhe, nuk është veç fiziku, po janë edhe ndjenjat që ka njerë thëmë zot krejt organet mu kanë mush me lotë, se nuk jam personalitet që shumë qaj, edhe me bo me qaj tani 1-2 dit ajna, zdaljes. Po, që me bo tash, kom qëllu e madhja, kom qëllu e ndërgjeshme, që zakonisht, do me thonë, viteve të fundit, na ka hub që kjo pak, po ja për prind, ja për kanë. E kur e kuptove momentin që diçka nuk është në rregull? Me babin? Jo, faktikisht viteve të fundit, une e besojsha, hajtë se boksi, traumat, shkeljet, se së është veç boksi, apo kupton edhe pëse janë 500 ndesh, janë pyetje, apo kupton ajo tash, normal që kemi pas pasoja. Po, ajo edhe ka vujt shumë, ka qenë personalitet që e ka përjetu vetë vujtjen, nuk është shumë njëri që e shprej, gjithmonë i busqesh, unë i thjesht, po shumë ka pas trauma, sidomos mas luftës, kur u këthim Kosovë, nuk u prit edhe aqë mirë që shka e ka meritu, me hekat vetat, tash na jemi vetëm pasoja e ti, normal që edhe na e kemi përjetu atëfar, gjendje emocionale. Por, une e babit për thëmë, këtë smuje e kitë meritume, e kitë tondën, apo kuptan? Se u diagnostifiku me Alzheimer, po një Alzheimer i qudetshëm, tash po hi, po hullumtoj edhe unë e kështë po marrë vesh diqka, po a ke po kur të bjenë të shpinë një diqka ki me hi me hullumtu me pa tjetër. Kish shumë loje të këtyre smujeve, babi që shpeshone, definitivisht se ka genetike, as që po di, unë tash po foli si mjeke, po që po mendoj, mendim jem. E cila është gjendja ati tash? Mashallah, që shke verë, se ke e patëm një periud shumë të vështirë, se për me njerë e kapin një farë angthi, një farë depresioni, një farë tute, një farë panike, u friksoj ke për gjithë shkafit, e u lidhë shumë me mu, më kap ke përdore, thash, më thonë, ka këthin ko, me ndonë që jem e vogël, e hecëshin përdore, na kam pa edhe njerës në përshesh. 2 muj dit, ke një farë krize që ju lutë shatë zotit dit për dit, o zot, veç që të panik hekja, që të frikë, që të tutë, se mjep ke dhe mu, që se erdhen, që ta, a bëdhin thash, okej, Alzheimer, po është edhe një dozë që tutë është thu,